muslimanët të veçën prezanton. Bismillahirrahmanirrahim. Si çdo që të mirë, e fillojmë me emrin e Allahut. Vazhdimi një tjetër tregim fëmijë të dashur. Kuptimi i ëndrrës. Një njeri kishte parë ëndër duke ikur nga luani. Njeriu u ngjit në pemë dhe ul në një deg. Duke shikuar poshtë e pa luanin duke e pritur. Pastaj vëreti dy minj të mëdhenj duke e brejtur degën ku ishte ulur. Njëri ishte i zi dhe tjetri i bardhë. Duke sikur dega së shpejti do të bie në tokë. Njeriu i friksuar përsëri shikoi poshtë dhe pa një gjarë për të zi me gojë të hapur dhe u duk që do të bie në të. Shikoi lart dhe pa një degë të hollë me hoje mjalti. Pikat e mjaltit pikonin nga hojet. Filloi të shijoj së pari pikën e parë të mjaltit, e cila ishte shumë e ëmbël. Pastaj filloi ta shijoj edhe më tepër, saqë humbi në ëmbëlsirën e mjaltit. Kështu i harroi minjt, gjarprin dhe luanin. Po sa u zgjua nga gjumi, shkoi tek një i urtë dhe pyeti që t'ia komentoj ëndrrën. Ai i tha: "Luani që ke parë është vdekja. Vazhdimisht të përcjell dhe vjen pas teje." Dy minjt, i bardhi dhe i ziu, paraqesin ditën dhe natën. Ata rrotullohen njëra pas tjetrës, duke ngrënë kohën tënde dhe ta afrojnë vdekjen. Gjarpri i zi me gojë të hapur është varri që të pret. Hojët e mjaltit janë kjo botë, ndërsa mjalti i ëmbël është kënaqësia e kësaj bote. Pra ti o njeri ke humbur në kënaqësitë e kësaj bote, duke harruar që koha po të ikën dhe varri po të pret poshtë. Ne dëshirojmë ta shijojmë ëmbëlsirën e kënaqësive të kësaj bote sa më shumë, por ndërkohë harrojmë se një ditë do të ndahemi prej saj dhe nuk mbetet prej dunjas vetëm se ato adhurime që kemi përgatitur për Allahun e lartësuar. Djaloshi dhe guackat. Një herë një kohë, një njeri duke ecur përgjatë brekut të detit, nga larg pa dikë se si përkulej, merrte diçka nga toka dhe e hidhte në det. Kur i ofrua, vëreti një djalosh, i cili merrte guacka nga toka, i pastronte me butësi dhe përsëri i kthente në ujë. Njeriu ju ofrua dhe i tha: "Mirëmëngjesi, a mund të pyes çfarë duke bërë?" Djali u ndal, e shikoi njeriun dhe i tha: "Po i hedh guackat përsëri në det." Njeriu buzëqeshi dhe tha: "Por pse e bën këtë?" Djaloshi u përgjigj: "Valët po i hedhin në rër, dhe nëse nuk kthehen përsëri në ujë, ato do të vdesin." Kur i dëgjoi këto fjalë, njeriu tha: "Por a nuk e kupton se hapësira e brekut të detit është shumë e madhe dhe ka kaq shumë guacka të shpërndara, saqë asnjëherë s'ke për t'i mbaruar dot, edhe sikur të jetosh 1000 vite. Prandaj unë mendoj se ky veprimi yt nuk sjell kurfar ndryshimi," i tha ky personi. Djaloshi e dëgjoi me edukat njeriun. Pastaj u përkul, kapi një guack, e hodhi në det dhe tha: "Për këtë guack ka ndryshim." Ne shpesh mendojmë se jemi shumë të parëndësishëm për të bërë një ndryshim. Kjo nuk mund të jetë aq larg nga e vërteta, por a mund t'ju këshilloj të ndani pak kohë për të bërë diçka që do të bëjë ndryshim në jetën e dikujt tjetër. Për këtë nuk nevojitet shumë, dhe për këtë askush nuk ka nevojë të di. Mjafton të ndani një moment dhe të bëni diçka të veçantë, që vetëm ju do ta dini, dhe kjo është e mjaftueshme. Një i urtë thot: "Unë jam vetëm një, por megjithatë jam një. Nuk mund të bëj gjithçka, por mund të bëj diçka. Nuk do të refuzoj të bëj diçka që unë kam mundësi ta bëj." Prandaj fëmijë të dashur, nëse keni mundësi ta bëni një të mirë, bëjeni, sepse mund të jetë pak për ju, ama për personin që do i bëni të mirën, mund të jetë shumë. Cili është çmimi për veprën e mirë? Ishte një burr i moshuar i cili kishte shumë pasuri. Dëshira e tij
ishte që 3 bijtë e tij ti fisnikëroi dhe ti mësoj se çfarë është kulmi i fisnikërisë. Prandaj një ditë i ftoi ata dhe u shpërndau atyre të gjithë pasurinë e tij, me përjashtim të një guri të çmuar. Ai u tha atyre: "Këtë gur të çmuar do të jap atij i cili do ta bëjë një vepër të madhe njerëzore. Shpërndahuni nëpër botë, dhe kur të mendoni se keni kryer një vepër të tillë, ejeni tek unë që ta shpërblej atë." Pas sa kohësh, erdhi djali i parë dhe i tha: "Njeriu të cilin deri atë herë e kam njohur, ma besoi pasurinë e tij dhe nuk më kërkoi asnjë garanci, as vërtetim gjatë pranimit të saj. Unë kam mundur që të tërë ato pasuri ta përvetsoj, edhe pse ai nuk kishte asnjë dëshmitar, megjithatë, kur kërkoi që t'ia kthej pasurinë, unë ja ktheva atij të gjithë." Ti nuk e bër asgjë tjetër vetëm se atë që duhet bëjë çdo musliman, që ta kthejë atë që është besuar, ashtu sikur se Allahu na urdhëron. Më vonë, u kthye edhe djali i dytë, i cili tregoi dhe tha: "Shkova pranë një lumi dhe vërejta një fëmijë duke rënë në ujë. Nëna e fëmijës filloi të bërtas. Unë kërceva në ujë dhe duke rrezikuar jetën time, e shpëtova dhe ja dorëzova nënës së tij." "Ke bërë detyrën tënde njerëzore, të cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka urdhëruar", i tha babai. Në fund tek babai erdhi djali i tretë. Duke ecur breku të detit, tregon, në një shkëmbë afër detit ishte një person i cili më kishte bërë padrejtësi shumë të madhe. Sikur ta shtyja vetëm pak, ai do të binte në det dhe do të mbytej. Përveç kësaj, ekzistonte rreziku që duke qenë në gjumë të lëviz dhe vetë të bie në det. Ju afrova, e zgjova dhe kështu e shpëtova nga rreziku i madh. "Kjo vepër meriton një gur të çmuar", tha plaku me entuziazëm. "Vepra jote me të vërtet është e madhe, sepse ke falur atë person i cili të kishte bërë padrejtësi dhe e ndihmove kur kishte nevojë, në vend që ta lije ose ta dënoje atë. Të gjesh fuqinë për të falur është me të vërtet një vepër fisnike, fëmijë. Kështu që nëse keni vëllezër musliman apo motra muslimane, cilët ju kanë bërë padrejtësi dhe keni mundësi që ta falni atë, faleni, bëjani halal për hir të Zotit." I ma gjepsi bukuria e saj. Një djalosh i thot babait të tij se ka parë një vajzë shumë të bukur me të cilën dëshiron të martohet me të. I tha se ishte ma gjepsur nga bukuria e saj. Babai u gëzua dhe i tha të birit që ta dërgoj te vajza që të fejohet me të. Kur shkuan tek vajza që t'i kërkonin dorën, kur e pa babai, u ma gjep zdaj nga bukuria e saj dhe i tha të birit: "Dëgjoj birim, kjo grua nuk është për ty. Ti nuk je në nivelet të saj dhe kësaj nevojitet dikush që ka përvojë jetësore, dikush si unë." Djali i hutuar nga fjalët e babait i tha: Jo, unë do të martohem me të dhe jo ti." Filloi zënka dhe vendosën të shkojnë deri në stacionin policor që ata të gjykojnë dhe të gjejnë një zgjidhje. Kur arritën te kryetari i policisë, i treguan ngjarjen dhe ai u tha që ta sillnin vajzën për ta pyetur atë se cili nga të dy dëshiron. Kur polici dëgjoi historinë, ju kërkoi që të sillnin vajzën dhe të ishte pikërisht vajza që të zgjidhte kë dëshiron mes të dyve për bashkëshort. Vajza erdhi dhe kur polici e pa, u mahnit dhe ai nga bukuria e saj dhe tha: "Kjo nuk ju takon juve, kjo i takon dikujt që është i famshëm në shoqëri, sikurse unë." Kështu të tre filluan të grindeshin dhe vendosën ta çojnë deri tek ministri që ai ta gjykoi këtë gjë. Kur ministri e pa vajzën, tha: "Këtë vajzë nuk mund ta martoj vetëm se një ministër, sikurse unë." Përsëri filloi grindja akoma dhe më e madhe. Zgjidhja nuk shihej, derisa për këtë rast nuk kuptoi kryetari i shtetit. Kur erdhën tek ai tha: "Unë do t'ja zgjidh problemin, ma sjellni vajzën." Kur kryetari e pa vajzën, tha: "Këtë vajzë nuk mund të martoj vetëm se kryetari i shtetit, sikurse unë." Dhe filluan të gjithë të ziheshin.
Në këtë, vajza u ngrit dhe tha: "Unë kam zgjidhje. Unë do të vrapoj, dhe ju më ndiqni nga pas. Dhe kush i pari më arrin dhe më kap, jam e tia, dhe ai do të martohet me mua." Dhe vërtet, vajza filloi të vrapoj. Dhe pas saj, djaloshi, babai, polici, ministri dhe kryetari. Derisa vraponin pas saj, papritmas të 5 ranë në një grop të thellë. Vajza u afrua te gropa, duke i parë nga lart i pyeti: "E dini se kush jam unë?" "Unë jam dynjaja. Unë jam ajo pas të cilës vrapojnë të gjithë dhe garojnë të gjithë njerëzit duke lënë anash fenë e Allahut, derisa të shtrihen në varr dhe nuk arrin asnjëherë që të më posedojnë mua." Subhanallah, fëmijë dashur, sa njerëz duke u lodhur mbas dynjas e harruan ahiretin, e harruan xhenetin, vendin e mirë që Allahu ka përgatitur për punëmirët, për besimtarët, për ata të cilët e besojnë atë. Gomari në pus. Një gomar i vjetër u rrëzua dhe u rokollis në pus. Pasi që ishte i vjetër shumë, fshatari vendosi ta mbuloj pusin bashkë me gomarin. I ftoi fshatari dhe fqinjët e tij që ta ndihmojnë të ta mbulojnë pusin. Të gjithë morën nga një lopatë dhe filluan të hedhin dheu në pus. Në fillim, gomari në fund të pusit nuk po kuptonte se çfarë po ndodhte me të dhe filloi të pllasi e gërsuar. Pastaj për habin e të gjithëve thjesht u qetësua. Pas disa lopatave me dhe të hedhura, fshatari shikoi në pus. Ngeci i habitur me atë që pa. Në çdo lopatë me dhe cilën e mbulon gomarin në shpinë, ai e shkunte atë dheun nga shpina dhe kështu që ngritej më lart. Në fund të gjithë të habitur e shikuan gomarin e lumtur se si duke kërcyer doli nga pusi i mbuluar me dhe. Jeta shpesh na mbulon me probleme të ndryshme. Dalja nga pusi i jetës ku ndodhemi është që t'i shkundim problemet dhe të dalim. Secili problem i joni në realitet është një mbështetje e jona. Mund të dalim dhe nga pusi më i thellë nëse kemi besim dhe shpresë në Allah, si dhe nëse nuk ndalemi. Hidhini problemet e juaja dhe qëndroni mbi to. Asnjëherë asnjë problem nuk është më i fortë sa bindja dhe besimi në Allahun e Madhërisëm. Në këtë botë, njerëzit gjithmonë do të hedhin gur në rrugën e suksesit tuaj, por nga ju do të varet çfarë do të bëni me këta gur, mur apo ur. Gomarit e hodhën sipër për ta mbuluar dhe gomarja të dhe cilën e hodhën për ta mbuluar dhe mbyllur, e shfrytëzoi dhe e bëri mundësi për të dalë nga pusi. Të tillë të jeni edhe ju fëmijë të dashur. I mbështetem Allahut. Tregon një punëtor nga Pakistani. Më parë punoja fatërino në autobus dhe rroga i meditore nuk ishte vetëm se 300 rupi, diku rreth $3, më pak se $3. Kjo nuk mjaftonte që t'ushqeja as fëmijët e mi dhe as që t'i ndihmoja prindrit e mi. Ndonjëherë më duhej që të vidhja para nga biletat dhe në vend që t'i dorëzoja si pazarditor, t'i mbaja në xhep. Në këtë formë, brenda ditës fitoja 450-500 rupi. Mirë po kjo më shqetësonte dhe isha shumë nervoz. Fillova të punoj punë të ndryshme, gjë që ndikoi në shëndetin tim dhe në fund përfundova në spital me sëmundjen e hepatitit C. Gjatë kohës sa qëndrova në shtrat, kërkoja nga Allahu të më ndihmoj. Një njeri i moshuar më këshilloi që të shkoj në mesxhidin, pra në xhamin më të afërt dhe të falem. E dëgjova. Shkova në xhamin më të afërt dhe fillova të falem dhe të lutem. Një burr i moshuar, shumë modest, me mjekër të bardhë, mu afrua dhe më tha:
Allahu më së shumti I do njerëzit e sinqert dhe të ndershëm. Nuk e njihja fare. Ishte hera e parë që e kisha parë, përse fjalët e tij lanë shumë përshtypje tek unë. Pasi u bëra më mirë, fillova të punoja të njëjtën punë, por asnjëherë nuk kam vjedhur më dhe kam qenë gjithmonë I ndershëm. Çfarë do gjë që ka ndodhur, bile edhe kur kemi qenë në falimentim, kam shitur gjërat e shtëpisë, por asnjëherë nuk kam sjell në shtëpi më lek haram. Deri më sot, asnjëherë nuk jam nder I shqetësuar dhe I varfër. Fëmijët e mi nuk kanë fjetur më të uritur, megjithëse fitoja më pak. Dhe u kam ndihmuar dhe prindërve të mi deri në frymëmarrjen e tyre të fundit. Kam kënaqësinë e brendshme dhe I mbështetem Allahut. Unë bëj punën time, ndërsa Allahu bën të veten. Unë ruhem nga risku haram dhe Allahu më furnizon me risk halal. Gruaja dhe gjykatësi I mençur. Një grua për çdo ditë pohonte se komshiu I saj ishte hajdut, e që në fund ky djaloshi u ftua në pyetje në gjykat, sepse ajo po e akuzonte. Pas disa ditëve hetim, u vërtetua se djali ishte I pafajshëm dhe u lirua, ndërsa gruaja që e kishte akuzuar u ftua në gjykat. Gjatë pyetjeve për të mbrojtur I tha kadiut: "Fjalët askujt nuk I bëjnë dëm." Kadiu I habitur tha: "Sot kur të kthesh në shtëpi, shkruaj në letër çdo gjë që e konsideron se është veti e keqe te ky djalosh. Dhe ato që I ke përshkruar pastaj, merr letrën, bëj cop dhe hidhe në rrugë. Nesër eja që ta dëgjosh gjykimin tënd." Gruaja e dëgjoi. Veproi sikur si I tha gjykatësi dhe të nesërmen erdhi tek ai dhe I tha: "Do të jesh e falur nëse ke sukses t'i mbledhësh të gjitha copzat e letrës së shqyer që I ke grisur dje." Të nesërmen gruaja erdhi tek gjykatësi dhe ai I tha: "Do të jesh e falur nëse ke sukses t'i mbledhësh të gjitha copat e letrës që grise dje, pa munguar qoftë edhe një copë e vetme e letrës." Gruaja e habitur u përgjigj: "Por kjo është e pamundur, nga se era I ka çuar shumë larg ato. Ku t'i gjej unë ato?" Atëherë gjykatësi I tha: "Sigurisht që era I kanë çuar shumë larg. Sigurisht edhe fjalët e tua që e kanë shkatëruar nderin e djaloshit, dhe dëmi nuk kthehet më mbrapsht dhe nuk kompensohet." Pastaj gjykatësi urdhëroi që gruaja të burgoset. Mesazhi I këtij rrëfimi është që të jemi të vetëdijshëm nga pesha e fjalëve që I themi, se këto ndikojnë tek njerëz e tjerë përreth, nga se fjalët janë sikurse shtizat e hedhura nga harku. Nuk mund t'i ndalim dhe as nuk mund t'i ndryshojmë modët atyre drejtimin. Çështjeta. E pyeti nipi gjyshin e tij: "Gjysh, më thuaj, ç'është jeta?" Gjyshi u përgjigj: "Jeta është kohë mes ezanit dhe namazit." Mirë po fëmia përgjigjen e gjyshit nuk e kuptoi dhe pyeti përsëri: "E si është kjo? Por jeta nuk është kaq e shkurtër." Gjyshi e tha: Po, nipim. Vërtet jeta është e shkurtër. Ekziston ezani pa namaz, por gjithashtu ekziston dhe namazi pa ezan, ndërsa jeta zhvillohet mu në mes të këtyre të dyjave. "Nuk kuptoj. Më thua gjysh, çfarë nuk kupton me këtë?" I tha djaloshi I vogël. "A të kujtohet javën e kaluar vëllain tënd të porsalindur Aliun? A ja kënduam ezanin në vesh?" "Ja, ky është ezani pa namaz." "Këtë e di," tha I hutuar nipi I tij. "Por më thuaj, cili është namazi pa ezan?" Këtë do ta kuptosh kur të vdesi gjyshi, ju përgjigj gjyshi I tij. E dini kush është fëmijë? Pyeteni prindrit tuaj. Urtësia edukatës së nënës. Një nën
me dëshirë të madhe që të përmbushë dhe një prej obligimeve të Allahut, ka shefi fëmijës së saj, që ati t'ja mësoj halalin dhe haramin, më konkretisht dallimin mes tyre, për zgjodhim me një metodë shumë të lehtë dhe të thjeshtë, në mënyrë që porosia të ishte sa më e lehtë për të birin e saj të vogël. E thiri të birin e saj, e uli në prehër dhe duke përkëdhelur me dashurinë e saj prindërore, i tha: "Dëgjoj birim, dua të tregoj diçka që gjatë gjithë jetës tënde do të jetë mësim për ty." Djaloshi i vogël nga Kuresha se çfarë do t'i thotë nëna, filloi ta dëgjoj me vëmendje. "Biri im," i tha nëna, "provo të shqiptosh fjalën halal, pa i mbyllur buzët fare." Djaloshi e provoi disa herë dhe në fund i arriti qëllimit, sepse mund ta shqiptosh halal, halal, halal. Dhe ashtu i gëzuar u kthye drejt nënës dhe thuaj se nuk donte të pushonte se shqiptuari fjalën halal. "Po tani, a mund ta bësh dot të njëjtën gjë me fjalën haram?" i tha nëna. Djaloshi i vogël, duke menduar edhe kësaj here se do ishte e lehtë, filloi përpjekjen e tij, por se pa sukses. Shqiptonte hara, hara, hara. Mëja ka nevojë që të mbyllet buza, nuk e shqiptonte dot fjalën haram, sepse goja mbyllej. I dëshpëruar u kthye drejt nënës dhe i tha se këtë nuk kishte mundësi që ta bënte. Nëna me urtësinë e saj i tha: "Shiko birim, sa herë që të veprosh ndonjë punë halal, dije se rruga jote drejt Allahut xhelle xhelaluhu do të jetë e hapur dhe ti do të jesh i lumtur. Ndërsa nëse vepron diçka haram, kjo do të thotë se rruga jote drejt Allahut do të jetë e mbyllur dhe ti do të jesh i dëshpëruar." Gjërat janë po aq të lehta sa dhe vetë shqiptimi i tyre. Prandaj ke kujdes se çfarë rrugë do zgjedhësh. Atë rrugë që e ke mëshirën e Allahut të hapur, apo atë rrugë që do të mbylli mëshirën e Allahut kaq i teje.